Gocat e mia, e di që më keni pyetur shumë rreth performancës dhe dukjes time në Portokallis, si dukem kaq elegante. Sigurisht që rikthehesh në format e tua të mëparshme me shumë kujdes dhe me shumë vullnet. Megjithatë janë disa detaje që duhen për skenën, siç janë korsetet. Por nuk po flas për një korset çfarë do lloje, po flas për brendin shqiptar, skin korset, i cili më ka ndihmuar shumë të dukem shumë elegante në skenë, por edhe në jetën e përditshme. Ato janë dy versione. Kemi versionin i cili vjen në formë tillë, me pantallona dhe me mbyllje këtu. Kemi dhe versionin, të dy janë pa tegele, dhe versionin tjetër në formë kanatiere. Edhe sustat. Kështu që të dyja kanë të mirë që nuk të bëjnë që të merret mbyllna, se ato mesin që i japin versionin si kanatiere që më duket perfekt, më vjen sipas trupit, nuk e di fare që e kam të veshur dhe më ka bërë një prerje në vet që nuk e di më pëlqen zakonisht shumë dhe ka një material fantastik. Sigurisht nuk ka kemi perfekt në një fustani, por edhe në një veshje normale. Këtë versionin tjetër që më të po e provoj në sërimuaj, do më marrë luisin të tonë të më përshirë një dhe format tjera përsesh. Kjo është e preferuar e mine, përveç se të më shtonë shumë në të por është e njohur dhe për kohë superimit, për mamat e reja, për dimjet e shpinës që unë i kam kryesore, sidomos në palestër, por se ja e famshme që vendos gjatë Portokallis, në stanin e kushta.